Turqia, kur jemi pra te Turqia dhe marrëveshjet, Kosova ka blerë edhe dron Bayraktar nga ky shtet. Sa është numri tyre që i posedon? Ne kemi një flotë dronëve Bayraktar, përveç dronëve Bayraktar, ne kemi prokuruar edhe sisteme tjera të flotërake pa pilot, por cilat nuk janë bërë publike, dhe po vazhdojmë që të prokurojmë me qëllim që të përmbushim jo vetëm nevojat operacionale të forcës së sigurisë Kosovës, por që të kemi kapacitetet të bollshme për çdo ndryshim situate. Sa drone kemi? Ne kemi një flotë të dronëve, pra që në numër nuk do ta sakseja këtu për shkak të ndjeshmërisë së informacionit, mirë po që janë të mjaftueshme për kryerjen e detyrave operacionale të forcës së sigurisë Kosovës. A janë duke u përdorur sot? Po patjetër, ne prej verës së vitit të kaluar jemi duke përdorur dronë, pra jemi duke fluturuar dronët në qiellin e Kosovës për të realizuar edhe operacione vëzhgimi, por edhe për të testuar funksionalitetin e tyre. Ministër, edhe një pyetje tjetër të fundit, ku qëndron Kosova sot sa i përket mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare? Normalisht që nëse e krahasojmë Kosovën e para disa viteve, ne jemi në nivel shumë më të lartë në aspektin e kapaciteteve tona për mbrojtje dhe siguri, edhe në policinë e Kosovës, edhe në ushtrinë e Kosovës janë bërë shumë zhvillime të rëndësishme, jo vetëm në aspektin e personelit, por të pajisjeve, trajnimit, doktrinës, gjë që ka mundësuar që sot Kosova të jetë krejt në nivel tjetër. Unë di që bëhen shumë matje që shpesh nuk janë reale për shkak që në ato matje kanë edhe indikator që nuk ndërlidhen me ushtrinë e me kapacitetet mbrojtëse, por me terenin, me aspektin gjeografik, me aspektin e mineraleve dhe kapaciteteve tjera. Mirë po, çka mund të them është që Kosova sot mund të jetë edhe më lartë se disa vende të Ballkanit Perëndimor në aspektin e kapacitetit ushtarake.